Zagonos Pasha, shqiptari që ndryshoi fatin e botës. Mes figurave të mëdha që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë botërore, pak emra janë aq të harruar e njëkohësisht aq të rëndësishëm sa ai I Zagonos Pashës, shqiptari që qëndroi pas njërit prej ngjarjeve më epokale të mesjetës, rënjes së Konstantinopojës më 29 maj 1453. Ai thirret Zaganos Pasha. Ishte një pasha shqiptar në perandorinë osmane që luajti rol të rëndësishëm në periudhën e Sultan Mehmet Fatihut dhe në luftën e Konstantinopojës. Historia e Zaganosit fillon si historia e shumë djemve shqiptar të asaj kohe. Zaganos ishte rekrutuar përmes sistemit të devshirme, sistemit të mbledhjes së djemve të krishterë nga familjet e pushtuara osman dhe u rrit në radhët e jeniçerëve. Ky sistem shpesh I hapi dyert e pushtetit të lartë atyre që zotronin talent e zgjuarsi, dhe Zaganosi I zotronte të dyja. Karriera e Zagonosit ndër vite mori një kthes vendimtare kur ai u vendos në oborin osman, jo si ushtar I thjesht, por si lala, një titull që kombinonte rolet e mësuesit, këshilltarit, ushtarakut dhe mentores. Zagonos Pasha ishte mësuesi arteve ushtarake të Sultan Mehmet Fatihut, që kur ai ishte fëmijë. Kjo lidhje do të shënonte jo vetëm karrierën e Zagonosit, por edhe të gjithë historinë e perandorisë osmane. Fëmia që ai mësoi të luftonte, të mendonte strategjikisht, të komandonte ushtri, do të bëjë njëri prej sundimtarëve më të mëdhenj që bota ka njohur ndonjëherë. Mehmet II, I quajtur Fatihu, pushtuesi, nuk u formua vetëm, dhe shqiptari Zagonos kishte merit të madhe në atë formim. Por lidhja ndërmjet tyre nuk ishte thjesht ajo e studentit dhe mësuesit. Ajo u thellua me kalimin e viteve dhe u bë lidhje familjare. Ai u martua me motrën e sultanit Mehmetit, Sultanesh Fatmen, dhe u bë kunati I tij. Kjo martesë I dha Zagonosit jo vetëm pozitë shoqërore të jashtëzakonshme, por edhe akses të drejtë për drejtë dhe ndikim në vendimarrjen e sultanit. Gjatë sundimit të Sultan Muratit II, babait të Mehmetit Fatihut, Zagonosi u largua nga posti. Politikat e oborit osman ishin të rrezikshme, intrigat e vezirëve të tjerë nuk pushonin kurrë dhe ndikimi I tij u dobësua përkohësisht. Por kur Mehmeti II trashëgoi fronin pas vdekjes së të atit, gjërat ndryshuan rrënjësisht. Zaganosi Pasha u thirr dhe u caktua si vezir I lartë, kryeministër, në vitet 1453-1456 nga Sultan Mehmet Fatihu, kur ai trashëgoi fronin nga vdekja e të atit. Kthimi I tij nuk ishte vetëm kthimi një njeriu, ishte kthimi një filozofie të tërë, e asaj filozofie luftarake dhe ekspansioniste që Zaganosi e mishëronte dhe kishte mbjellë tek Mehmeti II që në fëmijëri. Për të kuptuar rolin e Zagonosit në rënien e Konstantinopojës, duhet kuptuar mendja dhe besimet e tij. Ai nuk ishte thjesht një ushtar që ekzekutonte urdhra, ai ishte një ideolog. Zaganos ishte një ushtarak I cili besonte se perandoria osmane gjithmonë duhet të zgjerohet në mënyrë për të mbajtur armiqt jashtë vetes. Ai ishte I njohur për bindjet e tij luftarake dhe luajti një rol të rëndësishëm në vitin 1453 gjatë rënies së Konstantinopojës. Kjo filozofi zgjerimi si mënyrë mbrojtjeje e bënte atë kundër çdo kompromisi, çdo marrëveshje paqeje që mund të vihte në rrezik ëndrrën e madhe. Kur erdhi koha e provës, Zagonosi nuk lëkundi. Viti 1453, ushtria osmane kishte rrethuar Konstantinopojën, qytetin e shenjtë, kryeqyteti I mbetur I perandorisë bizantine prej javësh. Muret e Teodosit kishin qëndruar për mbi 1000 vjet. Besnikëria e mbrojtësve nuk kishte lëkundur. Brenda kampit osman, forca e dyshimeve kishte filluar të rriste krye. Rreth kësaj kohe, Sultan Mehmeti kishte një mbledhje të fundit me zyrtarët e tij të lartë. Këtu ai hasi një rezistencë. Njëri nga vezirët e tij të vjetër, Halil Pasha, e këshilloi atë të braktisin rrethimin. Halil Pasha u kundërshtua nga Zaganosi. Ky moment ishte vendimtar. Halil Pasha, veziri I vjetër dhe me ndikim, kishte arsye të tij, ndoshta pragmatike, ndoshta personale, por këshilla e tij do të kishte ndryshuar historinë e botës. Nëse Sultan Mehmeti II do të kishte tërhequr ushtrinë atë ditë, Konstantinopoja ndoshta do të kishte mbijetuar edhe 10 vjet të tjera.
Rënja e saj ndoshta nuk do të kishte ndodhur kur në atë formë. Por Zagonosi ngriu të gjitha ato dyshime me zërin e tij të prerë. Ai mbrojti me pasion vazhdimin e rrethimit, me guxim dhe bindje. Foli me gjuhën e strategjisë, të nderit, të fatit historik, dhe Mehmeti II e dëgjoi. Duke qenë i akuzuar për tradhti dhe korrupsion, Halil Pasha u vra më vonë. Por roli i Zagonosit nuk ishte thjesht ai politikanit që bind sultanin në sallat e oborrit. Ai ishte edhe strateg dhe komandant aktiv në fushë. Ai banonte në një kalar rumeliane të ndërtuar para marrjes së Stambollit dhe kishte kontribuar me përpjekjet e tij në dërgimin e një flote osmane në Kasim Pasha. Kjo lëvizje, transferimi i anijeve osmane mbi kodrat drejt Bririt të Artë, ishte ndër veprimet më të guximshme dhe inovative ushtarake të asaj lufte. Anijet u tërhoqën me role mbi tokë, duke anashkaluar zinxhirin mbrojtës të portit të Konstantinopojës. Zagonosi ishte pjesë aktive e planifikimit dhe ekzekutimit të kësaj taktike të paprecedent. Komanda e tij shtrihej në krahun verior të forcave osmane gjatë sulmit final. Kur muret u thyqën dhe batalionet osmane filluan të derdheshin brenda qytetit, Zagonosi ishte ndër komandantët që drejtuan goditjet vendimtare. Pas rënjes së Konstantinopojës, më 29 maj 1453, një datë që ndau historinë e botës në para dhe pas, Zagonosi mori shpërblimet e merituara. Ai mbajti postin e Galipolit Sanxhakut Beylik dhe si shef admiral, dhe ishte ushtaraku i mbajtjes së flamurit në Trabzon gjatë periudhës 1467-1469. Ai u martua edhe me princeshën Anën gjatë pushtimit të Trabzonit. Ky pushtim i Trebizondës në 1461 shënoi fundin e të fundit mbetjeve të perandorisë bizantine, dhe Zagonosi ishte sërish i pranishëm në atë moment historik. Historia e vërtetë e një njeriu të madh nuk shtërrohet vetëm me bëmat ushtarake. Ajo shpesh zbulohet në detajet e vogla, në momentet e përditshme. Zognushi ishte tip modest dhe punonte së bashku me punëtorët gjatë ndërtimit të xhamisë, e cila sot quhet Xhamia Zaganos Pashës, e ndodhur në Balikesir. Kur Sultan Mehmeti e vizitoi Balikesirin, Zaganos Pasha personalisht ishte duke punuar në ndërtimin e xhamisë, duke mbajtur një gur në shpinën e tij. Rënja e Konstantinopojës ishte ndër ngjarjet me pasoja më të mëdha në historinë njerëzore. Ajo shënoi fundin zyrtar të mesjetës sipas shumë historianëve. Ajo hapi rrugën për hegemoninë osmane në Europë dhe Azinë e vogël. Ajo ndryshoi tregtinë botërore, politikën europiane dhe marrëdhëniet mes feve. Dhe në zemër të saj, mes komandantëve që e planifikuan, e shtyn para dhe e realizuan, qëndronte një shqiptar. Zaganos Pasha ishte një nga komandantët më të shquar ushtarak të Mehmetit II dhe në të njëjtën kohë këshilltar, mentor, mësues dhe mbrojtës për sultanin. Por mbi të gjitha, ishte biri i një populli të vogël malsor nga Ballkani, i cili përmes talentit, besnikërisë dhe guximit arriti të formësojë fatin e botës.